A keni pasur komunikim me ish burrin për këtë ngjarje, pra pasi ndodhi ngjarja? Çfarë të ka thënë ai? Do me thënë pasi ndodhi ngjarja 1 vit kam ndenjur me burrin e fshatin Zapot, burri gjithmonë ikun nga Tirana, kishte presion nga vëllezërit që mos e ndjer motrën në televizor apo diçka. Unë nuk e kuptoj dot, pa fëmijës tim, unë nuk barazoj me askënd botë. Unë nga 2010 deri në 2026 vetëm kam pasur mbështetjen e prindërve të mi dhe i falenderoj ato për mbështetjen, për ngrohtësinë, për ekonominë, për dhimbjen që kanë dhënë me mua. Vetëm prindërit janë madhështia e kësaj bote sot, nga 2010 deri në 2026. Dhimbja dhe këtë merë, ratë e burri dhe pasojat i ka hequr vetëm familja ime, vetëm prindërit e mi. Pra vëllezërit e ish bashortit tuaj i thonin që mos nxirr motrën në çfarë kuptimi? Po, mos nxjerr motrën në televizor sepse ato ishin të si ta them unë, turpi botës, se po ngjelet motra pa martuar, vjera e pa një person që ishte vënë pas baktive, vjera nuk e tregonte se ti dashurohet goca, tjetri mos ne nxjerr motrën në televizor, ai ka qenë gjithmonë nën presionin e vëllezërve dhe pastaj e la krejt këtë histori. A keni pasur komunikim me populli ka dhimbje për këtë histori dhe baba i rini qet, unë nuk e kuptoj dot se çfarë emri atij as baba nuk mund t'i thuash dot. A keni pasur komunikim vitet e fundit me ish bashortin? Jo, nuk kam komunikim, ne jemi nda me gjyq, me gjykat, nuk ka ai për mua nuk më intereson fare. Ai njeri që nuk kam shirë për fëmin e vet, kujt i intereson? Kujt i duhet? Bukuria që në momentin e parë kështu ka qenë i ftohtë në raport me këtë ngjarje ish partneri juaj? Ka qenë tip kështu i tillë, gjithmonë tipi i ftohtë, jo gjithsesi, por këtu i vendosi kapakun, kur nuk bëri pamundërën për Bleonën, këtu i vendosi kapakun më komplet, si prind. Nuk ban një gjë të tillë ndaj një prindi. Prindi duhet luftoj, prindi duhet bëj maksimumin për fëmijën. Çfarëdo situate tjetë, e ke emrin prind, vazhdo, lufto, kërko, insisto, ti bash të gjitha sepse je prind. A keni shpresa se sigurisht që shpresa ka, po a jeni në rrugën e dur që mund të ketë një lajm të mirë për Bleonën? Shpresa ime vdes e fundit, shpresa mund vdesë pas vdekjes gjithmonë, shpresa ime final dhe zemra që ma ndjen mua, Bleona është edhe jeton dhe një ditë do ta përqafoj që jam shumë e përmalluar për ta dhe do t'ja dëgjoj zërin, po vetëm varet ai fëmijë që po përjeton dhe në çfarë rrethanash është ai fëmijë, se ai pavarësisht që ka atë tranditjen që është një fëmijë rrëmbyer, nuk mund të jetë një fëmijë i lirë, nuk mund të jetë e lirë të kërkoj prindrit, si ta them, për një ditë, Zoti vënon, por nuk harron, do ta bëj të pamundërën. Unë e njoh çfarë fëmijë e Bleona, fëmijë shumë me talent, Bleona fëmijë shumë i zgjuar, 3 gjuhë të huaja i ka përdorur, pa u futur në klasë të parë. Unë vetëm ai fëmijë po e vua një dënim pa bërë krim, ose nuk mund t'i lënë fare rrjetet sociale, ose nuk e di, mund të jetë shumë e trembur nga situata se Bleona nuk rrit pa kërkuar. Po ta them këtë të bindur, jo 100%, po 1000%. Besoni që është në një familje që është marrë? Tashi, kur verifikohet gjithë situata, unë gjithsesi do ta jap lajm patjetër. Është marrë në një familje, mund të jetë bërsuar, mund të jetë shitur nga një familje shqiptare, mund të kenë bërë shumë gjëra ndaj një fëmije, po gjithsesi do t'i vërtetojë koha. Unë nuk do të lëj gur pa lëvizur, se përkundrazi edhe e falenderoj edhe një mikesh që ka hapur një GoFund në emrin tim, gjithmonë vetëm për mbështetjen e Bleonës, për kërkimin e Bleonës, për ta kërkuar ata vetëm në rrugë private, sepse 16 vite nga Shqipëria nuk është se kam ndonjë, si ta themi ne, ndonjë rrugë dalje. Pse shteti që në fillimet e para nuk ka qenë, po themi, ndihmues ndaj jush? Besoni që ka qenë pjesë e këtij skenari, pra pjesë e grupit? Ndihmues, tash është puna për të parë. Shteti kur
që shte ka në këtë rrugë të dhe me thanë që mos të zgjero ke krimin fare, 5 vajzat duhet të ishin mbrapa grillave dhe jo 5 vajzat të vazhdoshin jetën e vetë dhe sot një fëmijë 6 vjeç nuk dihet se ku është. Si mund t'i thuash ti një vajze ku e ke quar dhe kur ta zhvon mbrapa ose diçka, ato meritonin vetëm mbrapa hekurave dhe jo të rrinin të lira dhe si mund ta quaj jon krenari ose si mund ta quaj jon një zbardhje çështje ose si mund ta quaj unë që ke punuar, po ka punuar, e ka krejt formalin policia, kanë ardhur edhe deputetët domethënë të zonës Kukësit, i falenderoj me zotin Aslan Dogjani, Flamur Noka, shumë të tjerë, mediat e gjithë. Gjithmonë vetëm malin, nuk kanë se kanë bën ndonjë përpjekje kur akuza ime ka qenë si nane. Vetëm 5 vajzat janë kriminele te vajzës time, 5 vajzat e dinë se ku e kanë quar vajzën time, 5 vajzat e dinë se kujt ja kanë dhënë vajzën time dhe 5 vajzat sot janë të lira dhe kanë vazhduar jetën e vet. Dhe fati i fëmijës tim nuk dihet sot e 16 vite se ku është. Çfarë dëshmi e kanë dhënë polici 5 vajzat? Kanë qenë të pesta në një media apo ka pas dëshmi kontradiktore? Domethënë kanë qenë ka 2-3 orë, din 4 orë, maksimum i dirë në 6 orë. Kanë qenë pyetje. Unë isha ti, që ti shefun ti e morë, ty e le me mund, unë e lash me ti, kaq. Kanë qenë. Unë ti. S'ka pas më tjerë, me ty e lash duke ngrënë buk, ti shefun, ti e dërzove, ti ke lo, po tu nuk theva, vajza është duk, për gjysore mes 5 vajzave, imagina. Çfarë do të thuar dhe çfarë do të tregosh? Dhe më pas nuk kanë dhënë asnjë lloj informacioni tjetër, a? Absolutisht. Unë po, ka pranuar Çamilja, unë e mora. Ti Gentian më dërgove me marr grepin, grepin thujnë za ishte për të marrë Bleonën, pastaj është vur ai çuni me çantë mbrapa dhe me gjuk me kapuç, edhe ti ishe, unë ishe, ti e para, unë e fund, unë të dërgova, ti bliva mbëlsira, gjithçka e kanë thënë polici këta dhe nuk e di shteti pse nuk i ka burgos këta more, nuk e kuptoj si ka lënë të lira, të zhduki një fëmijë 6 vjeç dhe 5 vajza të kenë nga 5 telefona secila. Që në atë kohë kishin telefona? Po, e din policia, i ka telefonat, i ka tabulat, i ka gjitha, dhe nuk e di sot asaj ditë ato janë të lira. Janë marrë pyetje, janë kthyer në shtëpi. A kanë deklaruar që kanë parë ndonjë aty 5 vajzat? Po, më kanë deklaruar sa në vun një qënë brapa, fërshëlloj një herë, fërshëlloj 2 herë, thirrën Bleon një herë, na përgjigji, kur thirrën Prozditis na përgjigji. Po ka qenë plan i ditër i përgatitur më vllas, nuk ban thllaf kjo punë. Bleon e din 5 vajzat, sidomos Gentiana dhe Çamilja, 100%. Mendoni që e din se dhe ku është dhe tani? Po, e din sot asaj dite, sepse ish viri ka dëgjuar në telefon Gentian para 3 vjeteve, edhe 3 ditë do na vin Bleona, atëherë ishte koha e virusit, edhe 3 ditë do na vin Bleona. Kur ka vajtur viri në shtëpi, i ka thënë mamaja Gentianos edhe Çamiljes, o ka qenë ndër për të mbluar justifikime se kanë ful gjithmonë jashtë shtëpisë në telefon, ato e di 100% ku është vajza edhe sot e di, por nuk e di e kanë ato frikën sepse nuk e kanë më atletë edhe ato për krimin që kanë bërë. Po, ma mirë që thonë vonë se sa hiç të tregojnë, pavarësisht se është shkaktuar një dhimbje dhe një plagë shumë e madhe, por mua më intereson vetëm të di dhe të marr vesh vërtetën, se pse dhe çfarë bëjnë fëmija që vunë dorë mbi fëmijë. Kjo më intereson. Bukuria, dyshoni që Bleona është një familje që ju e njihni, pra familje nga ajo zonë apo ndonjë familje që s'ka lidhje me atë zonë? Se nuk vin dikush që nuk t'i din rrethanat, patjetër që është nga ajo zonë, edhe informacionet i ka parë nga ajo zonë, edhe grupin e ka parë nga ajo zonë, krejt domethënë të dhana i ka pat kopsit në qoftë nga 5 vajza dhe qoftë nga i fshat. Me patjetër që kjo do dale sot e kur do që do t'jesë e vërtet. Se nuk ka mundësi me ti kosh me 10 shpinza po të kur shien nga je kujtash ti fëmijë, edhe ta t'jajnë punosh ti ati fëmijë, është gjëna e Zotit. Nuk ba. Po me familjarët e tjerë të ish burrit kur flisnit, pra a kishte dyshime që fshihnin diçka ata? Patjetër, njëherë dyshimet kanë qenë fiks pari vetëm tek vira, sepse e fshej informacion dhe tregoj pas 30 ditëve. Viri domethënë ka pas kontakte në telefon,
vetëm thjesht në telefon ka pas kontakte, dikush që na njeh që ka marrë vajzën, gjithmonë me këto ulimtimet se s'ka mundësi, kush e ka di që me arënza po që ka një fëmijë, thash e ka di Qamilja bashkë me gocën tënde. Kanë qenë, do me thanë, kërkime personalisht nga ana ime jashtë mase me avokat, në rrugë private, në rrugë ligjore, në për media nuk kam lëndë, më shtetet botës, në për shkolla nuk kam lëndëve në skenjë. Çfarë dhimbje më kanë krijuar mua ato familje, Zotin do shkollë, po gjithsesi do t'i vi një momenti gjithsekujt që do t'i laje hesapet. Bukuria, keni një thirrje për gjithë shqiptarët që na ndjekin? Patjetër, unë u bajnë thirrje gjithë shqiptarëve, motra vëllezër, kudo që janë, në qoftë se sadopak kanë informacion për Bleonën, vetëm të jetë informacioni i vërtet është një dritë e madhe për ne, sepse na mungon shumë, ka sot e 16 vite që nuk po ja dëgjojmë zërin, as nuk po ja shohim fytyrën, dhe jemi të përmalluar për atë fëmijë me vite dhe me vite. Po t'i mbledhësh, do me thanë, javë janë të merë, jo t'i mbledhësh vite. Çfarë do thotë kjo dhimbje që na shkatron çdo ditë, çdo sekond, çdo javë, çdo muaj, kjo brengë e pashëruar. Nuk e di që thënë, vetëm ju bajnë thirrje kur din dhe kush e ka parë, një informacion i atyre do t'jetë një dritë shumë e madhe për ne. Sa dhimbje që nuk durohet.